pse Kosova nuk mund të kufizoj qasjen në rrjetet sociale, si TikTok, Instagram, Snap apo Facebook, për fëmijët në moshën 16 vjeç. Ashtu siç kanë propozuar shumë shtete perëndimore, për shkak të ndikimit negativ që i kanë këto platforma. Kemi folur me shefën e Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave, Krenaren, e cila në vitin 2024 është angazhuar që të paktën në TikTok të mos mund të hyjnë fëmijët në moshën 16 vjeç. Ta keni parasysh që Kosova si vend, si republikë, si shtet që jemi, ende nuk e ka domenin e saj zyrtar shtetnor, që është ofrimi i shërbimeve të internetit me mbikëqyrje shtetërore në vend. Kjo është hapi i parë ose baza e parë që e pamundëson kontrollimin e këtyre platformave që janë gjigante. Ne si agjenci në vitin 2022 kemi kërkuar nga TikToku si një prej platformave më të ndihshme që të rritet mosha nga 13 vjeç, ata e kanë pas në moshën 16 dhe kjo është bërë. Mirë po, përsëri në Kosovë ekziston mundësia pikërisht për shkak që ka shumë ofrues të shërbimeve të internetit, që qytetarët të kyçën dhe të hapin llogari edhe ata që janë në moshën 13 vjeçare. Pastaj edhe të mos ofrojnë të dhëna të sakta. Por, një test i shkurtër në fakt na tregon se edhe në moshën 16 vjeç mund të hapësh një llogari në TikTok. Ekspertët e shëndetit mendor thonë se media sociale ndikojnë negativisht në shëndetin mendor të fëmijët. Sipas disa argumentimeve të fundit, janë disa faktorë kryesorë të cilët lidhen me përdorimin e pakontrolluar të rrjeteve sociale. Një ndër faktorët kryesorë që ndikon shumë në shëndetin mendor të fëmijëve është edhe krahasimi i fotografive, i videove apo i imazheve të perfeksionuara që shfaqen në rrjetet sociale. Faktori i dytë është faktori i gjumit, që nëse përdorim teknologjinë apo në këtë rast telefonin një orë para gjumit, atëherë kemi më shumë gjasa që të kemi çrregullime të gjumit. Po ashtu, një ndër faktorët kryesorë është se përdorimi i tepërt të teknologjisë po ashtu asociohet edhe me simptoma depresive. Sipas një gjykate në Amerikë, platformat sociale si TikTok, Instagram dhe Snap janë dizajnuar ashtu që ne të varemi prej tyre. Sikurse që në vitet 90 kompanitë e cigareve nuk tregonin se duhani dëmton seriozisht shëndetin. Janë disa features që duket që shkaktojnë varësinë. Ato janë infinite scrolling, rekomandimet sipas algoritmit, video që lëshohen automatikisht. Shembull konkret është TikToku ose Snapchat ku bisedat fshihen nëse nuk i vazhdojmë tutje. Pra, të gjitha këto janë të dizajnuara që ne të kalojmë sa më shumë kohë në këto platforma. Shtetet të cilat deri më tani kanë ndaluar ose vendosur masa për ndalimin e mediave sociale për fëmijët në moshën 16 vjeç janë Australia, Franca, edhe Mbretëria e Bashkuar dhe vende të tjera evropiane, po testojnë kufizime kohore dhe kontroll prindëror.